Hani hudhër me mjalt për 7 ditë dhe do habiteni me atë që i ndodh trupit tuaj. Hudhra mund të forcojë sistemin imun kundër baktereve dhe mund të ndikojë në mirë të zemrës tuaj. Një përzierje e cila përfshin mjalt dhe hudhër është bërë virale kohët e fundit. Hudhra është e njohur për reduktimin e efekteve të arteriosklerozës dhe gjithashtu ajo ndihmon jo vetëm në luftimin e sëmundjeve të zemrës, por edhe në reduktimin e shtypjes së lartë të gjakut. Kombinimi i mjaltit me hudhër jo vetëm që është i shijshëm, por duket edhe i mirë. Mjalti është një produkt i cili ka treguar se redukton kollën kur merret gjatë gripit. Ta merrni këtë përzierje në mëngjes para ushqimeve të tjera do t'ju përgatisë për pjesën tjetër gjatë ditës. Përfitimet shëndetësore të hudhrës janë të mëdha, po ashtu edhe të mjaltit. Këshillohet që të hani një lugë nga kjo përzierje çdo mëngjes dhe do të ndiheni më të shëndetshëm gjatë gjithë ditës.